Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme. Çfarë janë parazitët, si hyjnë ato në organizmin ton, dëmet që ata shkaktojnë, këta vrasës të heshtur në organizmin e njeriut. Nëse do ta shikojmë me atë syrin e një mikrobiologu, do të vëmë re se ata nuk janë asgjë tjetër veç se një armik i heshtur që futet në organizmin e njeriut nëpërmjet gojës, depërton në stomak dhe mandej, kur futet në zorët e holla dhe në zorën e trash, ky fillon që të shumohet, të coptohet, të prodhoj vezë dhe mandej të arrijë derisa të futet në enët e qarkullimit të gjakut e duke u përhapur nëpërmjet gjakut pothuajse në të gjitha organet e trupit ton. Pra, pushtues dhe përhapës në një periudhë kohe shumë të shkurtër. Dhe mbas kësaj do të vëmë re disa shenja, disa çrregullime që njerëzit duhet t'i kushtojnë shumë rëndësi që në momentet e para të diagnostifikimit të tyre. Për shembull, mund të ndodhi që të kemi një kruarje të shpeshtë të hundës. Mund të ndodhi që të kemi një kruarje të shpeshtë të trupit, sidomos natën. Mund të na ndodhi që këto mikroorganizma që jetojnë brenda në trupin ton, atëherë fillojnë që të japin problematika të tjera. Pra, krahas me vendosjen e tyre në organizëm, ata nuk është se na japin, nuk është se organizmi përfiton diçka nga prania e këtyre parazitëve, por veç ata krijojnë vetëm pasoja negative në organizmin ton. Të parat janë këto kruarjet e hundës që unë i përmenda, to trashja ndoshta edhe e lëkurës, dhe mandej kemi një kruarje të trupit, sidomos natën. Kjo ka lidhje me atë sepse jashtëqitjet e tyre, trupi i nxjerr në pikat më të afërta të tyre, që do të thotë, këto mbetje proteinike kur dalin në sipërfaqen e lëkurës së njeriut, gjithmonë krijojnë irritime të saj. Shenja të tjera ose simptoma të tjera, mbas përkeqësimit të situatës, ato do të na vinë në drejtim të çrregullimit të sistemit të tretjes dhe të jashtëqitjes, do të na shoqërohen me një kruarje në pjesën e anusit, do të na shoqërohen me një ndoshta ose një oreks të shtuar, ose një anoreksi, por në të dyja rastet individët nuk kanë më tendencë që të shtojnë ato, të mbajnë peshën konstante të trupit ose të shtojnë peshë, por këta fillojnë një rënje graduale të peshës trupore dhe njëkohësisht këta fillojnë që të kenë çrregullime të tjera. Për shembull, ju del gjumi natën, kanë gërhitje, kanë disa verruka në pjesën e qafës, ose fillojnë pllakëzat me njolla kafe deri në të zezë në sipërfaqen e lëkurës. Që të gjitha këto simptoma, individi duhet t'i vlerësoj dhe të marrë masat paraprake, që do të thotë, nëse ky ka diare 3-4 ditë dhe nuk gjen rehati qetësi në trupin e tij, duhet të bëjë një ekzaminim mjekësor. Nëse ka kruarje të trupit që hera herës ato ngrihen si pulla, si vatra që skuqen dhe sidomos kjo pa rehati është natën, përsëri personi duhet t'i drejtohet një vizite mjekësore. Nëse ka kruarje të shpeshta në anus, pasi ato flagyle që ata lëvizin, si tentakula të vogla, ata tentojnë që kur trupi i nxjerr jashtë të kapen në pjesën fundore të anusit dhe ta irritojnë atë. Kështu që ata japin një kruarje. Por, nga njëherë, në pjesën fundore të anusit, ata mundet që të krijojnë një skuqe në formën e një vatre unazore rreth anusit dhe nga njëherë kjo mund të jetë e shoqëruar edhe me fryrje. Që të gjitha këto simptoma na flasin se organizmi duhet të jetë kontaminuar. Dhe veç kësaj duhet kemi parasysh edhe një gjë. Nëse një fëmijë ose një rritur i sjell këto parazit në shtëpi, kryesisht lambje intestinale, atëherë duhet kemi parasysh që dashur pa dashur mund të jenë infektuar edhe pjesëtarët e tjerë të familjes. Pas vizitave mjekësore, që e para duhet të jetë feqe parazit, duhet kemi parasysh këtë gjë.
Individi mund të ketë gërhitje natën, mund të ketë kruarje hundësh, mund të ketë kruarje në anus, çrregullime, gazra në zor, gazra me erë të keqe, rënje në peshë, shkon për shembull dhe bën një ekzaminim, feqe parazit, dhe ai ndoshta mund t'i dali negative. Nuk mund të themi se ky person nuk ka parazit. Ka plot peshkatar që shkojnë në det, hedhin grepat, nuk kapin peshk. S'mund të themi që deti është pa peshk. Nuk kemi kapur në momentin që në këtë jashtëqitje nuk kemi kapur as lambje dhe as vezë. Le të rikujtojmë edhe një fakt tjetër. Ka plot njerëz që pasi bëjnë ndonjë kolonoskopi, ata thonë, shiko, mua nuk më kapi asgjë mjeku, e pa për shembull me kamerë dhe ai nuk më tha që ka lambje. Po zotëri themi, për masat e lambjeve afërsisht janë 15 deri në 20 mikrometër në gjatësi dhe 10 deri në 15 mikrometër në gjerësi. Ka formën e një dardhe dhe si do t'i kuptojmë këto për masa? Si kur unë të marë për shembull një lambje, një kokriz sheqeri dhe një njeri dhe t'i zmadhoj të gjithë 100 herë. Atere, lambja mund të më shkoj gjatësia e saj 1.5 mm, 1 mm gjerësi. Kokriza e sheqerit do bëhet sa një mandarin, 4 deri në 5 cm, kurse njeriu shkon afërsisht 170 metra i lartë. Pra, shikoje sa e vogël është për masa e një lambje. A mund ta kapi syri? Asnjëherë jo. Prandaj ne ju themi njerëzve, mjafton që juve të vetë diagnostikoni shenjat dhe pastaj t'i drejtojeni ekzaminimit mjekësor dhe mbas kësaj të merren masat për t'i luftuar këto. Në ekzaminimet mjekësore mund të bëhet edhe PCR-ja për shembull, po mund të bëhen edhe ato ekzaminimet që mund të mendoj mjeku, por në përgjithësi feqe parazit do t'ishte më e duhura në këtë rast dhe trajtimi ose para përgatitja për analizë do t'ishte shumë mirë në këtë mënyrë. Personi të marri çdo mëngjes për 7-8 ditë nga pak feqe me atë lopatën të asaj gotës kimike, çdo ditë të javës. E hedhim në formalin dhe e çojmë në laborator për ekzaminim. Pra, duke marrë në mënyrë të vazhdueshme për 6-7 ditë rresht ose edhe për 8 nga pak, duke e ruajtur në formalin, kemi mundësi që t'i krijojmë atij laborantit një teren që ai të kërkoj të gjej diçka gjurmë të parazitve, pra vezë ose parazit të gjallë. Së dyti, mirë është që ta mësojmë atë laborantin të kërkojmë ose të hetojmë në këtë mënyrë. Mbasi e kemi vendosur në atë lamën këtë materialin, të ndezim dhe të fikim disa herë, 5-6 herë dritën e mikroskopit dhe mandej të shohim në fushën e mikroskopit me dritën fikur do të vëmë re një gjë mjaft interesante. Vezët e lambjes fillojnë në fushën e mikroskopit të vezullinë si ato xixëllonjat natën ose tamam si yjet. Këto janë vezët të cilat ne po i ngarkonim pozitivisht me këtë dritën që e fikëm dhe e ndezëm disa herë radhasi. E nëse ne i gjejmë të gjitha këto, pra shenjat klinike le themi të një individi të caktuar, bashkë dhe puqen edhe me ekzaminimin mikroskopik, si do të veprojë mëtej? Le t'i presim këta armiq edhe neve me bomba toksike. Po ku do t'i gjejmë ato? Po pikërisht tek qepa, tek hudhra. Unë kam sjell një bim të vogël, megjithëse është dimër tashin, pra tek pelina e rëndont, Artemisia absinthium. Le ta shikojmë çik me kujdes këtë gjethe që në pranverë deri në vjesht, për shembull, kjo bim edhe në livadhe mund të arrijë deri në 1 metër gjatësi. Gjethet e kësaj janë të përshtatshtura, kanë në brendësi të tyre disa mikroelement dhe kripra të squfurit që toksifikojnë parazit, qoftë lambje, qoftë edhe ato shiritat. Atëherë, tjetër mund të përmendim kuskuta që bëhet në jonxh, ose ai teli i nuseve që i thot populli, dhe neve mund të veprojmë kështu. Marrim për shembull në darkë një gotë qumësht, ku hedhim në të 2 thelpinj hudhra.
për një të rritur, për një fëmijë të vogël, 4-5 vjeç, një thelb hudhër. E shtypim, e lëm te gota e qumshtit. Në mëngjes, sa të çohet personi, i japim të pi gotën e qumshtit me hudhra. Gjithë parazitët, nga që janë të uritura, i turren këtij qumshtit dhe e marrin si ushqimin e parë të mëngjesit. Por, neve nëpërmjet qumshtit, ju kemi dhënë ato kripra toksike të sqyfurit që ndodhen në brendësi të thelbit të hudhrës dhe kemi edhe këtë dialinilin e sqyfurit, por kemi edhe kripra të tjera të sqyfurit, të cilat çlirohen dhe janë të tretura në qumësht. Veprimi i parë i jep rezultatin në këto drejtime. Turullos helmon dhe i bën që ato të shqiten nga ato vende ku janë ngjitur dhe të lundrojnë me atë masën ushqimore bashkë me të. Mbas 10-15 minutash, i japim një çaj Baktomer, i cili ka 4 paketa kjo në brendësi, përgatitet kështu. Zijim njërën nga këto paketat në 2 litra ujë dhe çdo fëmijë mund të pi 100-150 ml, ndërsa i rrituri 200 ml. Edhe kjo vazhdon të toksifikoj dhe të shtyjë pra bashkë me masën ato lambje ose qofte edhe ato krimbat shirit bashkë me feqen. Por nuk mjafton me kaq. Ne duhet që të nxitim jashtëqitjen e tyre nga organizmi, pra të helmojmë, të turullosim dhe të jashtëqitim. Atëhere, përdoret një mëngjes, pra pasi kemi pirë gotën e çajit, përdoret një mëngjes me disa përzierje farash, që është musli, ku për fëmijët e vegjël mund t'i japim 1 deri në 2 lugë gjelle, për të rriturit 2 deri në 3 lugë gjelle. Hedhim në të 1 lugë kafe për fëmijët e vegjël, ose 1 lugë çaj për të rriturit me lëkurat e rrënjës së shegës së egër, ose me majat e rrënjëve të saj. Atëhere, kjo shega e egër ka veti toksifikuese të parazitëve. Pra i helmon dhe ato fillojnë që të lundrojnë ose të derdhen, si thuash, nga muret e zorëve ku ato janë ngjitur, të derdhen, le të themi, në atë masën e feqes që lëviz për të dalë jashtë. Mund të shtojmë 1 lugë gjelle me farat e kungullit. Edhe farat e kungullit janë të mrekullueshme në drejtim të toksicitetit të parazitëve, qoftë të krimbave shirit unazor, qoftë edhe të lambjeve. Ky trajtim i zgjeruar, le të themi, është në mëngjes. Pas dite, për të përshpejtuar pak procesin e jashtëqitjes së tyre, mund të marrim kokër thekre, ta përgatisim si çaj në këtë mënyrë. Mbushim 1 lugë gjelle me thekër, kokër, e zijim në ujë 5 deri në 7 minuta, 200-250 ml. Dhe ose do ta ham në formën e një ashureje, duke shtuar pak karafil ose pak vaj rigoni, 2-3 pika. 1-2 pika për fëmijët e vegjël fare, 2 për ata fëmijë 8 deri në 12 vjeç, 3 për të rriturit. Atëhere, në këtë mënyrë, neve kemi përgatitur, si thuash, një front të gjerë lufte kundër këtij armiku të padëshiruar të organizmit të njeriut. Dita e dytë do të vazhdoj po kështu, por do të kemi parasysh të gjithë këto lambje që tentojnë që do të dalin jashtë trupit të njeriut. Ka një pjesë të mirë të tyre që janë si të turullosura dhe në pjesën e fundit të anusit ato do të tentojnë që të kapen aty të ngjiten në trupin e njeriut. Atëhere, duhet një higjen shumë e mirë, një shplarje me ujë dhe sapun, ndoshta 2 herë njëra pas tjetrës, shplahen mirë duart dhe në mbrëmjen e ditës së dytë do të veprojmë në këtë mënyrë. Do të bëjmë një dush të mirë të trupit. Marrim rroba që janë të lara dhe të hekurosura me nxehtësi. Vishemi, ndrojmë klëfat, çarçafët ku do të flerë personi dhe në këtë mënyrë ne kemi filluar me të vërtet një luftim
të këtyre parazitve dhe me shumë përgjegjësi në të gjitha drejtimet. Pra edhe si kur ne të marrim me duar të na ngjiten për rroba ose të çarçafi dhe të klëfi, këto parazit neve ditën tjetër i kemi larguar nga organizmi. Ky trajtim vazhdon afërsisht 10 ditë, qëndrojmë 20 ditë, bëjmë një pauzë, një pushim dhe rifillojmë përsëri edhe 10 ditë të tjera, ashtu siç e përmenda. Pra, qumshti me hudhra, çaj, mëngjesi, farat e kungullit dhe shega e egër tek mëngjesi dhe gjatë ditës një çaj me thekër. Mundet që të përdorim vajin bimor mix për të përshpejtuar jashtëqitjen e tyre nga organizmi dhe këtë vaj bimor mix mundet që ta përdorin më së shumti ata persona që kanë konstipacion. Bimën e pelinës së zezë të rëndomt, nëse e gjejmë, mund ta pijmë 1 deri në 2 gota në ditë, ashtu si dhe e kuskutën mundet që ta përdorim 1 deri në 2 gota në ditë. Pse e përdorim këtë trajtimin 10 ditëshin e dytë? Mendohet që në zor ka edhe parazit, por kanë edhe vezët e tyre, pa çka se mund të jetë një krim punazor ose një lambje intestinale, ose një cistit. Atëhere, që të gjitha këto, kur ndodhen në formën e vezës, asnjë nga këto kripra toksike të squfrit nuk i bën asgjë. Ajo është e mbështjell me atë guackën e saj dhe brenda këtu nuk ndikon asgjë për ta toksifikuar atë. Për 21 ditë, kjo veza çel dhe na jep atë larvën e parë. Ndërsa ato që e kanë mecoptime, ndarje në dysh, ato toksifikohen dhe helmohen brenda 10 ditësh të parë. Ato që ndodhen në vezë dhe çelet pas 21 ditësh, neve i mirëpresim me sulme 10 ditëshin e dytë. Në këtë mënyrë, ne ulim maksimalisht atë masën e madhe të parazitëve që ndodhen në trupin tonë. Efektet e moskruarjes së trupit, të moskruarjes hundës, do të na duken që brenda 2-3 ditëve të para. Në këtë mënyrë, ju harrini që të largoni parazitët nga organizmi. Ky ishte emisioni për sot, mirupafshim në emisionin e radhës.